si konsideroni ju qëndrimin e kryeministrit në prag të shpalljes vendimit kushtetues të Kosovës? Ky ka dy aspekte, Anila. Spari, pa diskutim që ai po bën gjithçka që të ndikoj sepse ka jashtëzakonisht rëndësishme. Por lidhur me pagat, duhet të them një gjë, një të vërtetë. Asnjë diskutim që piramida e pagave është kompetencë e ekzekutivit dhe vetëm e ekzekutivit. Përveç se ndërmarrjet publike, përveç se ndërmarrjet ekonomike publike. Në këtë kontekst, në pamje të parë, gjykata s'ka asnjë lidhje. Por, në qoftë se ekzekutivi e ndërton kokposht piramidën, unë nuk e kuptoj se gjykata nuk mund të ndërhyjë në shkuptim. Piramida parashikon rrogën më të lartë kreut të shtetit, jo të qeverisë, kreut të shtetit. Piramida ka një shkallare me disa shkallë. Në qoftë se ekzekutivi ka firmosur për faqen e zezë të tij, që Altin Tropini të jetë njeriu më i paguar në sistemin e drejtësisë nga Austria, nga kufiri Slovenia-Austri, gjerë në Qipro, atëherë ai ka bërë jo piramid të rrogave në përputhje me frymen e kushtetutës dhe ligjit, por ka bërë një piramid në përputhje me interesat e tij personale, të cilën s'mund ta bënte kurrë. Vërtet ajo është kompetencë ekskluzive e ekzekutivit, por vërtet ekzekutivi është i detyruar ta ushtrojë atë kompetencë në përputhje me parimet, frymen dhe germen e ligjit. Edi Rama ka shkelmuar me dy këmbët e tij ligjin, i ka avu mercenarit të skapit rrogën 7.000 euro, një delinkuenti, ja u thëmë dhe unë këtu do jeni ju. Kjo tribun do vazhdoj të funksionoj, mos keni më aty, vetëm durim. Një delinkuenti, rrogën 7.000 euro, atëherë çdo gjykatë cilar, çdo gjykatës kushtetues ka të drejtë, prokurori i përgjithshëm, kanë të drejtë të ndjehen të shkelmuar, të poshtruar nga qeveria në vendimin e saj. Kjo është se unë e kuptoj atë që rrogat janë kompetencë e ekzekutivit. Pra, gjithë këtë, le të themi, prishje të shtresave për pagat, ka të drejtë ndërkohë ta rregullojë gjykata kushtetuese? Nuk them ta rregulloj, nuk mund të them sepse duhet një ekspertizë më e thellë ligjore, por ka të drejtë ta rrëzoj, absolutisht po. Ka të drejtë ta rrëzoj. Rregullimin duhet ta bëj, mendoj unë, përsëri ekzekutivi, sepse është një kompetencë shumë ekskluzive e ekzekutivit. Dhe në këtë drejtim, por gjykata, për mendimin tim, ka, kur ajo ndërtohet mbi bazë xhepi dhe jo ligji, mbi bazë interesi të paguaj unë një mercenar që të bëj gjaun e kundërshtarëve politik, kjo pastaj ata kanë të drejtë, duhet të jemi i drejtë me ta. Faleminderit shumë. Mund të gjitha këto do t'i merrni me shkrim, do t'ja u shpërndaj zyra, sepse sot nuk arrita do t'i printoj dhe... Ka e rinë frymëzoj që po përdorni shumë figura letrare dhe letërsisë dhe jo më fakte, apo përveç fakteve? Në fëmirim time më të hershme, unë kisha një pasion, ju lutem vetëm gazetarëve mos ja u thoni asnjë fjalë, se pastaj
duhet i respektojmë. Ja, ne i respektojmë këtu. Aq më tepër kur është norma, ajo që ata që e përreth duhet i respektojmë. Pra, një pasion i hershëm, shumë i hershëm, u zgjue edhe thash të kaloj pak në letërsi sot. Faleminderit.